Rregull, Floriri ndoshta t'ja vështirë ndonjë mendim këtu që t'ja shpjegosh dëgjuesve Floririn ku e shikon me që po e tregton këto kohë të fundit. Floririn më shumë, siç e thash, e shikoj long të javë, nëse do të thyj këtë zonën tek po të thyej tek akademie 60, akademie 70, mund të shkojmë pastaj deri akademie 100, akademie 200, akademie 150. Zona që i shikoj unë mund të vazhdoj trendi për lart afatgjat. Ka pasur këtë uljen, ne kemi kap të uljen që ka ardhur deri tek ky çmimi 3900 dhe pastaj ka ikur prap lart. Prandaj besoj se do të vazhdoj trendi, ose mund kalojnë lekët këtë javë tek Floriri, duket si më probabilitet më të lartë për ndodhje. Kështu e shikoj unë, por duke thyer këto zona gjithmonë, ose do të krijoj një zonë volatiliteti prap tek këto çmime, siç e ka pas këtë javë në oraret e shkurtra, por çikoj. Unë mund të them që është shumë e ngjashme me këtë rastin tonë në prit që u shit herë, u bëri bouncing dhe vazhdoi pak për lart, por nuk e bëri një higher high, bëri një lower high. Dhe mund t'i vi këtu momenti ndoshta që rezistonte 4.2 që the ti. Edhe unë atë mundësi shikoj. Kuptoj që kjo edhe mund të rezistoj këtu, të konsolidohet më shumë, por më duket sikur do vazhdoj për lart, pastaj të shikojmë si do na eci këtu. Ne bashkë kemi diskutuar idenë e Barracks, që është kompani Floriri, B-ja, që mund ta me ticker B, që mund të tregtohet dhe ajo si ide me rritjen e Floririt, ne ishte perfekte si mundësi. Okej. Edhe unë pak a shumë atë gjë shikoj, e rëndësishme për mua ishte që kapëm këtë shortin këtu, valën e parë 9%. Tani është që shikojmë se si do na anoj tregu dhe të konsolidohet. Për do të më lë edhe dollarin të kjo pjesa e madhrave dhe Forexit. Dollari për mua ka shkaktuar një farë rritje te kjo zona 99, edhe ishte arsye pse u shitën kritot dhe çdo gjë tjetër. Dhe kjo është për mua shenjë që po marrin profitet tregtarët. Edhe fakti që është rritur në këto raste këtu, që nga shtatori tetori tregon që po nxjerrin profitet tregtarët dhe po fuqizohet dollari sepse po marrin dollar më shumë. Dhe ka qenë një rritje goxha e mirë, nuk ka qenë e keqe nga kjo zona 96 deri këtu 3%. Për një Forex është okay, është shumë e mirë. Okay, nuk është të temi si lëvizje që ka pasur këtu, që ka qenë ulja një janarin deri te qershor korrik dhe rritja këtu, por vazhdon që të ketë probabilitet që mund të ndodhi diçka deri te 101, që na sjell një rritje diku te 6%. Që po marrë dollari nuk është që jeni në një pozicion të keq për mendimin tim. Dhe pasaj mund të traktoni kuptohet euro dollarin, të tjerat të jeni pak më agresiv dhe temi të Forex, po që doni të hyni. Gjithmonë unë flas për swing trading, nuk po flas për day trading, se kuptohet që mund të luni Forexin në këtë mënyrë, por kemi dhe euro dollarin që edhe gjë që duhet të kuptoni këtu që unë vetëm me pound dollarin kam bërë 7-8% këtë vit të portofoli im i aksioneve duke konvertuar nga dollar në pound. Kështu që edhe me tregtim në temi shumë të pakt të konvertimit të Forexit mund të bëni para. Ja euro që është në rënje, mund prap tregon që dollari po fuqizohet, edhe ndoshta te kjo zona mund gjejmë ndonjë support te 100, po që thyet kjo struktura këtu që po thyet. 114 dhe na çon ndiksin te 101-shi, dhe besoj që mund të jetë ajo ulje që kemi diskutuar edhe te Bitcoini dhe të tjerat, që dollari fuqizohet dhe ulen të gjithë të tjerat pak më thellë. Është për tu parë.
por 99 ishe kyshi për mu të Dixi, dhe aty unë ndola nga tregu, te shumë pozicione, jo të gjitha, po te shumica e pozicioneve, kur thyu këtë strukturën të martën, dhe pasaj të mërkurën që vazhdoj për lartë. Shenjë kyç për mu për tregun. Nafta është në konsolidim, pak me anim më shumë për long dhe do na duhet thyrje strukturës këtu. Kështu që te nafta mund shikojmë dhe ide të aksionet, edhe gazi natyral, po një dhe gjë, është kjo ideja këtu që mund të thym strukturën edhe vazhdojmë për lartë. Edhe gazi natyral që e kam përmendur ja 2-3 muaj që është shumë i mirë, ka pasur rritje diku te 85%. Ato 2 muaj që nuk kam pasur mundësi ta tregtoj se s'kam gjetur ide të mirë në aksione, por mund ta tregtoni ju, po ju trektoni Forexet. Po shikojmë dhe rritje të madhërve agricultural, se di se çfarë është fjala shqip, po flasim ushqimorët. Soybean, kafja, këto tjerat, ndoshta po bëjnë ca setape duke pasur të rritje dhe mund të jetë momenti i duhur për një rritje të çmimeve të gjëra të tilla. Këto mund të kenë një rritje, duket shumë qartë që janë shqitur shumë, dhe mund të kemi një rritje momentale, dhe për ju që trektoni Forexin, ndoshta ju intereson që të shikoni këto. Të paktën deri te zona 15 e keni që sheqerin për shembull, kafen, mund t'i bëjmë shumë shpejt në zonat. Kavas nuk më pëlqej kjo. Pamuku që ka mirë në këtë bounce këtu, mund vazhdojmë për lart, të ndërtojmë infrastrukturë deri te ose të shkojmë deri te 67 për një rritje. Dhe të tjerat nuk të shikoni vetë, sepse unë nuk i mbuloj shumë, por ideja këtu është që po rriten, ka një farë rritje dhe po ristrukturohen tani tregu që po lëvizin te madhrat. Edhe atë që përmendi edhe Kleo që është te Floriri, ndoshta do ketë ndonjë rritje edhe metalet. Okej, Kleo, po mendoj ta mbyll me kaq. Faleminderit që ke ardhur prapë te podcasti, sepse më kanë kontaktuar ca nga shumë dhe kanë thënë që te Telegrami dhe te TikToku pse nuk i kem mbledh çun ato kohë e fundit, si kanë bërë vetë. Kështu që faleminderit që ke bërë dhe sot podcastin. Do një mesazh final? Ftojmë të ndiqni në rrjetet tona sociale, te kanali personali Henry, do keni poshtë në description gjitha linqet ku të shkoni, dhe aty do të keni analizat përditshme dhe në Telegram dhe në rrjetet tona TikTok, Instagram e tjerë.